Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Kohë Sociale. Sonte do të sjellim një histori frymëzuese, force, suksesi dhe thyrje barrieresh. Një histori që na kujton se kufit shpesh I vendos shoqëria dhe jo ëndrat. I ftuari ynë në lidhje online është Gersi Troka, studenti I parë me sindromën Down në Shqipëri, një njerëz që me përkushtim në arsim dhe sukseset në sportin e notit është kthyer në simbolin e shpresës dhe motivimit për shumë familje dhe të rinj. Ndërsa në pjesën e dytë të emisionit do të kemi një tjetër rrëfim po aq të ndjerë dhe me shumë mesazhe për shoqërinë. I ftuar është Afrim Bajrami, babi I Anuarit, një prind I angazhuar në sensibilizimin e fëmijëve me sindromën Down dhe sfidat që përjetojnë familjarët e tyre çdo ditë. Me të do të flasim për paragjykimet, për pranimin, për sfidat institucionale dhe për rëndësinë në mbështetje dhe përfshirjen në shoqëri. Gersi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në Kohë Sociale. Gersi, çfarë do thot për ty personalisht fakti që je student I parë me sindromën Down në Shqipëri dhe si reagove kur more vesh lajmin për pranimin në Universitetin e Sporteve? Po, është vërtet, se unë jam student I parë me sindromën Down në historinë e Shqipërisë, se babosoj studimet në Universitetin e Sporteve Tiranë. Kjo do të thot më shumë për kushtim, po unë the përsëri për mua the një sfidë e re. Çfarë dege po studion aktualisht dhe si po shkon jeta universitare deri më tani? Unë jam duke studiuar në Fakultetin e Shkencave të Terapisjes në Universitetin e Sporteve të Tiranë, si dhe pikërisht këtë drejtim, sepse unë aktivizohem në sportin e notit dhe jam një sportist I nivelit të lartë. Deri tani po shkoj mirë. Unë si fjet jam në fitin e fundit pasëror, të më thonë për mbaroj universitetin. Në fillim kisha pak të vështirë, por tani jam ambientuar dhe po vazhdoj normalisht. Si e pritur nga studentët dhe profesorët dhe a ke ndjerë më shumë mbështetje apo paragjykim gjatë këtij rrugtimi? Edhe studentët e grupit, por edhe të tjerët, si edhe pedagogët, më kanë mbritur shumë mirë, më kanë mbështetur dhe ndihmuar se ta përfaqësoj shumë më mirë mësimin në klasë, por edhe në lëndë sportive për edhe ato usime si ishin pak të vështira për mua. To është për ata se nuk më kanë njohur në fillime, edhe ka pasur ndonjë parashikim, por në përgjithësi jam tjerë I mbështetur, dhe I përërsuar, pasi I kanë titur apo I kanë parë e mësuar arritjet e mia. Këto se shkoj apo the rrugës. Kur shkoj më pusësesin, më përshëndesin duke më thënë s'kemi kambion si po të esim me stërfitin e të tjera. Sa I vështirë ka qenë përshtatja me ritmin e universitetit dhe çfarë sfidash has çdo ditë në studime? Po në fillim kisha shumë të vështirë, për të sjetur klasat kur kishim seminare, salat e leksioneve, palestra pedagogët, oraret e lëndëve mësimore. Por pastaj fillova të mësoja me ndihmën e shokëve të sekretarëve të universitetit, por edhe të pedagogëve. Sa kohë I kushton studimit dhe si arrin të mbash nota të mira në fakultet? Po është e vërtet se në përgjithësi jam me nota të mira dhe kjo ka ardhur si rezultat I studimit në shtëpi, por dhe ndihmën që kam patur nga pedagogët dhe shokët e mi të grupit. Nuk dua të përjashtoj në këtë rast, edhe shokët e grupit. Për këtë I falenderoj të thjeshtë. A mendon se institucionet në Shqipëri ofrojnë mjaftueshëm mbështetje për të rinj me sindromën Down apo duhet bërë më shumë? Mendoj në Shqipëri institucionet nuk bëjnë as sa duhet për personat me sindromën Down. Duhen më shumë shërbime, aksesueshmëri dhe më shumë centra për terapi, por edhe për ambiente të kenë mundësi të zhvillosin talentet e tyre, por edhe të kenë ambiente ku mund të punësohen sënërt apo fondacione private, jo vetëm mbrojtëse. Të mbështeten nga shteti një pjesë dhe pjesën tjetër e shpenzimeve të sigurojnë vetë. Institucionet shtetërore duhet të mbështesin sa më shumë me financime për të patur sa më shumë trajnerë, ambiente dhe pajisje se këta persona me mundësi të stërfiten në disiplina të ndryshme. Dhe për të sindikatshëm për pjesëmarrje në lojrat olimpike speciale botërore, por edhe në kampionatet e tjera ndërkombëtare.
Si nisi rrugtimi i yt në not dhe kur e kuptove se ky sport nuk ishte vetëm thjesht një sport noti, po ishte më shumë pasion për ty? Kur isha në 10 vjeç, mami filloi të sonte në piscinë sepse ja kishin sesiruar notin. Nga sportet të më ndihmonte në zhvillimin tim si fizikisht ashtu dhe nga ana intelektuale, por edhe për të mësuar notin. Pastaj sa atëherë, noti u për mua nga ndosmëri në pasion dhe profesion. Cila nga këto garat apo medaljet janë më emocionuese për ty dhe çfarë fshihet pas këtyre sukseseve? Çfarë sakrificash, le të themi, mund të fshihen pas këtyre sukseseve? Në vitin 2003, mora pjesë në lojra speciale botërore olimpike me olimpikun special shqiptar në Pelin. Po fitova medaljen e arrit në karën 200 metra stili i ri, duke u për kara dhe medalja më emocionuese për mua. Sa gjithë karrierës time në sportin e notit, deri tani po edhe për trajnerin tim Kendin, dhe për familjen time, si dhe su Kosova, thu emocionova shumë, dhe mentova se ja fleci si tha jo lodhje për pjekje për kostimë tha ato orë të lodhë me sërfitje. Kush ka qenë mbështetja jote më e madhe gjatë këtij rrugtimi? Si këtë rrugtimin së kur kam sëni fokur, e teri tani kam për i mbështetur nga mami im, sepse papa im është në dalë nga jeta. Së kur unë kam sën fare i fokur, ka sën dhe është mbështetje me kryesore. Në të si dhe për pjekjet, dhe arritit e mia, për integrim, dhe si dhe për pësirje, në të si dhe trajtimet në jetë. Jo më nësiti se të jem pëse më luptara këmë në kurë, se të kem pëse më shumë pesim në fetën time, sepse kështu mund të arrijë rezultatet e mira. Cili është mesazhi yt për shoqërinë, shtetin dhe prindrit dhe cila është ëndra jote më e madhe për të ardhmen? Mesazhi im për shtetin nuk është një, por janë disa, sepse personat me aftësi të kufizuar intelektuale kanë më shumë problematika në jetën e tyre. Prandaj duhet të jenë më afër tyre, t'i takojnë për t'i të mësuar, për t'i ndihmuar dhe për t'i zbatuar listet një për një, të rrisim pakesat e aftësisë së kufizuar dhe kujdestarin e prindërve të tjerë, edhe për ata persona mbi 18 vjeç të sjasin periudhën kohore të ritakimit me Komisionin e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar, njësë periudhës nga 5 deri në 10 vjeç të mbarojnë në transportin urban dhe ata interurban në të gjitha linjat e vendit të rimbursojnë një periudhë paket të mblidhet tani në këtë periudhë se janë ngritur çmimet. Prindrit e personave me aftësi të kufizuar intelektuale duhet të interesohen për diagnozën e fëmijëve të tjerë, ta pranojnë dhe ta punojnë me ta. Nxjerrin mos t'i mbajnë brenda pasiv, t'i sjellin në përskora. Kurse të ndryshme, në për aktivitete argëtues, artistike apo sportive dhe sidomos t'i angazhojnë së më shumë me sport, të ngejnë zërin dhe të kërkojnë pa hesituar sëra të tjera mira të bëhen për ne personat me aftësi të kufizuara. Ëndra ime më e madhe për të ardhmen nësë, se të jem një njeri i mirë, një sportist me rekorde botërore dhe një person frymëzues për bashkëmosëtarët e komunitetit tim. Kam të thirrë se të ndihmoj njerëzit në nevojë dhe të tregoj sa të pak eksperiencët e jetës time dhe së fundi me si vjeç mbaroj universitetin dhe filloj të interesojm për punë, se me rrokën time të kontribuoj financiarisht në familjen time. Gersi, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe të uroj shumë suksese në vazhdim. Shumë faleminderit edhe ju.
Jemi rikthyer në studio me zotin Afrim Bajrami, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Kohë Sociale. Mirëmbrëma, me si u gjetë. Në pjesën e parë të emisionit dëgjuam historinë frymëzuese të Gersit, studentit e parë me sindromën Down në Fakultetin e Sporteve në Shqipëri. Sa shpresë dhe besim ju sjellin juve si prindër histori të tilla? Jashtëzakonisht shumë, është mirë, është një shenjë shumë pozitive për shoqërinë. Është një mesazh shumë i rëndësishëm, i fuqishëm për gjithë ata prind apo edhe për shoqërinë se fëmijët me ngjeshje në zhvillim, me autizëm apo me sindromën Down janë shumë të aftë, kanë shumë aftësi, mirëpo duhet të punohet me ta sigurisht. Kur lindi Anuari dhe morët lajmin për sindromën Down, si e përjetuat atë moment si prindër? Unë paraprakisht kisha një uri për fëmijë me ngjeshje në zhvillim, duke jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës plot 11 vite. Atje kam punuar me fëmijë të tillë, kam bërë kampe të ndryshme me fëmijë të tillë dhe fillova ta fitoj një dashuri ndaj tyre, sa ata japin vazhdimisht një dashuri, japin një energji të ngrohtë ndaj njerëzve të tjerë, edhe unë isha gati për këtë. Pastaj bisedova pak edhe me bashkëshortën në këtë aspekt që t'ja bëjmë dia asaj se duhet pak punë, ndoshta pak më tepër punë, që t'jemi gati. Dhe e morëm lajmin si një bekim nga Zoti, një gjë të mirë, një dhuratë nga Zoti. Definitivisht po. Shpesh prindrit hasin shumë vështirësi emocionale dhe sigurisht edhe mes frikës për pranimin e këtyre realitetit, qoftë të sindromës Down apo do një vështirësi tjetër. Si ka qenë për ju ky rrugtim? Le të themi kur e morët vesh lajmin për Anuarin që ka sindromën Down? Po gjithmonë është ajo frika nën vetdije, ndoshta se si ta pranon shoqëria. Po fillimisht familja e afërt. Ne me Anuarin kemi pasur shumë fat që është pranuar mirë, super nga të gjithë. Dhe vetë energjia që ai reflekton ndoshta ka ndikuar në të gjithë shoqërinë dhe në njerëzit të rreth tij, po edhe rreth nesh, që ndoshta mos të hasët kjo, të themi, ngjeshje në zhvillimin e Anuarit, për arsye se ajo ngjeshje që është në zhvillimin e tij ndoshta kompenzohet me dashurinë që ai e fal, dhe për këtë arsye janë barazuar gjërat, kisha thënë në një farë mënyrë, për arsye se duke filluar prej qerdhës, prej kopshtit, po prej fillorës tani ku është deri në klasën e 5, në për sportet ndryshme, është në basket, familja rreth i ngushtë e i gjerë, të gjithë e kanë pranuar Anuarin jashtëzakonisht pozitivisht dhe kjo ndikon shumë te unë dhe bashkëshortët dhe familja jonë ngushtë. Ju kemi parë shumë në panele diskutimish dhe në aktivitete të ndryshme për sensibilizimin e sindromës Down dhe nevojave të tjera të veçanta. Çfarë ju shtyu që të ktheni dhimbjen apo sfidën tuaj personale në emision publik, por edhe për prindërit e tjerë, jo vetëm për ju personalisht? Faleminderit shumë për pyetje me vend, definitivisht. Unë nuk kisha thënë dhimbje, për arsye se ne nuk ndjehim dhimbje me Anuarin, përkundrazi, është një energji shtesë. Nëse unë zgjohem në mëngjes dhe nuk kam ndoshta vullnet apo energji të dalë dhe të punoj ose të bëj në një produktivitet, një aktivitet me produktivitet, e kam Anuarin që më jep një absolutisht, dhe arsyeja se pse unë dal në për televizionet ndryshme, në emisionet ndryshme, në për panelet ndryshme për diskutim, është që prindërit që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, së paku ndërgjegja e tyre, vetdia e tyre të ngritet në nivel të duhur, për arsye se shumica fatkeqësisht ende janë në, si them, të mendimi se ndoshta këta fëmijë duhet të injorohen, të anashkalohen, të lehen anësh, qoftë vetë nga familja, por edhe nga shoqëria. Mirë po, shoqata si e juaja dhe tjera shoqata, normalisht dhe këto emisione janë një frymëzim me siguri, dhe pse jo edhe ato panelet ku unë me gjithë dëshirë vazhdimisht jam i ftuar në emisionet ndryshme, dhe t'i bindi njerëzit që nuk është problem, nuk është punë e keqe, është përkundërzi një bekim, një plus, një pozitivitet të kesh një fëmijë të tillë si Anuari. Cilat janë format më të zakonshme që në fakt hasin këta fëmijë dhe familjarët e tyre në diskriminimin nga shoqëria? Dhe nga institucionet në përgjithësi? Do të ndaj në dy pjesë. Nga institucionet, besoj që mungon ajo, ndoshta përkrahja që duhet jetë, për arsye se çdo trajtim për këto fëmijë është shumë i shtrenjtë.
Dhe jo secila familje ka mundësi të kalon këtë ose ta mbulon çfarë do shpenzimi, çfarë do ngarkesë financiare, së paku ose nëse nuk mund të jetë falës, të jetë shumë lirë, ose më lirë se sa është tani, dhe ndoshta ajo është pengesa kryesore të institucionet. Te shoqëria të rrethi, ndoshta mënyra se si këta fëmijë flasin, si duken, po kjo është me gjithë. Nëse ne nuk kemi një këmishë të bukur në shkollë ose në punë, edhe neve na komentojnë në mënyra të çuditshme, të ndryshme, negative, dhe e kemi pranuar këtë si fakt në shoqërinë tonë, fatkeqësisht, për arsye se nëse je ndryshe, qoftë edhe më i mirë të jesh, se kretë që janë përreth teje, zban. Edhe komentimet gjithmonë janë, ose vazhdimisht janë negative, kështu që ne e shohim atë si një hije, si një mjegull të vogël që s'na pegon fare, dhe vazhdojmë me jetën tonë, megjithse mund lirisht të them me gjithë dëshirë, me gëzim, se Anuari nuk ka pas kështu ndoshta reagime, herë tek tok ndonjë reagim po jo diçka që mund të na brengos neve. Sipas jush, çfarë mendon se kanë më shumë nevojë këta fëmijë me sindromin Down? Për terapi, për arsim, për mbështetje, për përfshirje në shoqëri, apo edhe për dashuri? Gjithë ato që i cekë, besoj, nuk kisha thënë që kanë më shumë nevojë për njërën apo për tjetrën, ato të gjitha i falen. Po, si paket, se e ceka pak më herët të mos të përsëritem dashurinë që këto e falin, ndoshta nuk kemi në sasi të mjaftueshme të parave, të hollave që të paguajmë atë. Kështu që pse ne të kërkojmë për tyre? Ne duhet t'ju dhurojmë, t'ju japim, shoqëria, duhet t'i arsimojmë, t'i trajtojmë si të barabartë, si pjesë e shoqërisë. Ajo është ajo pjesë e inkluzionit, ku duhet patjetër ne ta kuptojmë faktin se këtë janë një pjesë e bukur e shoqërisë. Sa e vështirë është për një prindër në vendin tonë që të sigurojë mbështetjen e duhur për këta fëmijë? Është vështirë. Është definitivisht është vështirë. Unë dhe bashkëshortja ime kemi hasur në shumë sfida të ndryshme në këtë aspekt, mirë po nuk kemi ndalur, dhe kjo është patjetër ndoshta një ndër mesazhet kryesore për ata prindë që kanë fëmijë me ngjecje në zhvillim. Nuk guxoni të dorëzoheni, për arsye se nëse dorëzoheni, ato institucione shtetërore me siguri vetëm që presin që ju të dorëzoheni dhe është një shumë më pak që duhet dhënë. Mirë po nëse nuk dorëzoheni dhe jeni këmbgulës, në fund do të përfitoni. Në aspektin e dashurisë në fëmijës, kujdesin ndaj fëmijës, ato elemente që duhet t'i ketë një fëmijë me nevoja të veçanta, mos të dorëzoni. Cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen këta fëmijë dhe prindërit e tyre, qoftë ato ligjore apo edhe institucionale? Ligjore, dokumentacioni i tepërt, ndoshta, për arsye se çdo vit duhet të bëhet aplikim, duhet të bëhet vlerësimi, duhet të bëhet kërkesa për ato një shumë simbolike financiare si ndihmë që jepet nga shteti në mashinë e verjut. Është një plus i vogël që ndoshta për ndonjë familje nuk mjafton, për shumë familje nuk besoj që mjaftojnë, mirë po ka pengesa ligjore për arsye se ka shumë njerëz që për shembull duhet të udhtojnë për një qyteti tjetër deri në Shkup që ta bëjnë këtë kërkesë, të takohen me njerëz për këtë vlerësim, dhe kjo kushton, dhe kjo ka nevojë për kohë, ka nevojë për sakrifica, se ka pengesa të jashtëzakonshme po. A mendon se shteti ka krijuar, le të themi, politika funksionale për këta fëmijë dhe familjarët e tyre për të qenë pjesë e kësaj shoqërie dhe për t'u mbështetur? Në sipërfaqe po. Në realitet kisha thënë jo. Ka shumë punë, jashtëzakonisht shumë, me të vërtetë do të ngrihet zëri gjithë atyre që janë të tanguar me këtë çështje, qoftë Ministria e Arsimit, qoftë Ministria e Punëve Sociale dhe Rini, qoftë edhe Ministria e Shëndetësisë, krejt do të kapën, të themi, kushtimisht përdore, dhe të ndihmojnë familjet të cilat që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, për arsye se familjet kanë nevojë për këto institucione, dhe nëse këta nuk janë aty, është problem, është vështirë po. Çfarë mungon më shumë sot? Infrastruktura, mbështetja financiare, edukimi i shoqërisë apo edhe vetë vullneti institucional? Për sa i përket këtyre fëmijëve dhe familjarëve të tyre. Prapë kisha thënë është një paket që shkojnë bashkë të gjitha. Nëse flasim për infrastrukturën, nuk besoj që ka ndonjë shkollë
që i ka të kompletuar të gjitha nevojat, apo pajisjet, apo klasat, apo mjetët që duhen që një edukator ose arsimtare të merret ose një asistente personale të merret me fëmijë me nevoja të veçanta, sa i përket kushteve tjera do thotë mungojnë shumë, jashtëzakonisht shumë, ka shumë mungesa. Ju në fakt dukeni që jeni një prind shumë i vetëdijshëm dhe i fortë për përballjen e kësaj sfide, por çfarë ju ka ndihmuar më shumë ta pranoni dhe ta jetoni këtë përvojë tuajën me dinjitet? Besimi ndaj Zotit, pikë së pari, pastaj ne si musliman themi që Zoti sprovon atë njerëz që e don. Dhe ne kemi kapur këtë, e kemi pranuar këtë sfidë, ta themi si sfidë, si një bekim me Anuarin, për arsye se shpesh me bashkëshortin e pyesim njëri tjetrin çka do të kishim bërë po mos ta kishim Anuarin. Do të ishte jeta shumë monotone. Edhe është me të vërtetë ashtu. Dhe ne jemi ndoshta kemi qenë shumë të fortë para se të lindë Anuari, tash jemi disa herë më të fortë, për arsye se shohim që ndoshta s'kemi ditë mjaftueshëm se faktikisht Anuari neve na fuqizon, na sjell më shumë se sa ne kemi pritur në shumë aspekte. Çfarë do t'ju thoje prindërve që kanë marrë një diagnozë të tillë dhe që ndihen të humbur ose të frikësuar nga kjo diagnozë? Nuk ka nevojë për frikë, nuk ka nevojë të mendojnë se do të humben. Unë jam gjithmonë këndej, ju jeni gjithmonë këndej, ka njerëz që duan të ndihmojnë, është një send i mirë, po mund të jetë vështirë në disa raste, mirë po kush mund të thotë që fëmijë që nuk kanë ngjecje në zhvillim janë të lehtë. Kemi pa shumë raste ku fëmijë që nuk kanë asnjë ngjecje në zhvillim janë problematik për shumë familje. Këta që janë me ngjecje në zhvillim, qoftë me autizëm, qoftë me sindromën Down, nuk janë problematik. Ka shumë pak raste ku këto mund të bëjnë probleme. Duroni, kërkoni ndihmë, hulumtoni se mund të bëhet shumë mirë. Sa e rëndësishme është që prindërit mos e fshehin diagnozën e fëmijës së tyre, por le të themi të japin më shumë hapësirë për të zhvilluar e për të treguar potencialin e tyre. Shumë e rëndësishme, pikë pari për aspektin psiqik të familjes. Sa ta brenda në thellësi e dinë që fëmiu ka ngjecje në zhvillim, e tash kur vazhdimisht ka një droje, një frikë se ndoshta mos shoqëria e kupton që kemi gënjur dhe pastaj vinë edhe pasojë tjera, vinë probleme tjera. Kështu që është mirë të jenë të sinqertë, të tregojnë që se fëmia nuk është i sëmurë, ka ngjecje në zhvillim, ka sikur ne kemi ngjecje plot, mund t'i numërojmë me gishta apo vazhdimisht t'i numërojmë, kemi shumë ngjecje, s'do të thotë që nuk jemi të mirë. Ta kuptojmë faktin që këto janë pjesë e jona dhe t'i shohim si të tillë. Jo të na vjen turp se ndoshta mos këta fëmijë na bëjnë neve të dukemi keq. Të jemi të sinqertë, për në fillim, le ta dinë shoqëria, se kur e din shoqëria, ndoshta do del dikush në shoqëri dhe të ndihmon. Ta lehtëson jetën asaj familje, po edhe të asaj fëmije në mënyrë direkte. Pak më para tha që Anuari ju i sjell energji pozitive dhe kjo është një mësim, le të themi, shumë i mirë për të gjithë prindërit që kanë një fëmijë me nevojë të veçantë. Por çfarë ju ka mësuar tjetër Anuari si prind dhe si njeri mbi gjitha? Çfarë na ka mësuar, me të vërtetë do të duhet ndoshta aq kohë që të tregojmë se sa na ka mësuar neve Anuari. Parimisht na ka treguar, na ka mësuar se si duhet të jemi njerëz që falin dashuri. Njerëz që, si themi, rrezatojmë energji pozitive, njerëz që buzëqeshin vazhdimisht, njerëz që ulen dhe të ndëgjojnë. Dhe nëse ti nuk je në disponim të mirë, ata nuk largohen derisa të buzëqeshish. Anuari na ka mësuar si të jemi të përpikt. Nëse kërkojmë diçka, nëse nuk rregullohet ajo, nuk largohet prej aty. Do thotë këto sende që mëson nëpër fakultete, nëpër detyrime të ndryshme, nëpër shkolla të ndryshme me shumë të holla, Anuari neve na i mëson falës dhe jemi mirënjohës normalisht për këtë. Kur e shihni sot Anuarin, cili është ai moment që ju bën më shumë krenar për të? Po zhvillimi i tij kisha thënë, dhe mënyra se si ai e shef botën rreth tij, gjithmonë e shef ndoshta kisha pas dëshirë një ditë qoftë edhe për një rast të shkurt të hyjë në sytë Anuarit dhe ta shoh botën në sytë e tij, se më duket që e shef si bashkë. Besoj se shikon më bukur se sa që shohim gjithë neve të tjerë. Bashkë ashtu e kisha, për atë arsye dua të futem për një çast në sytë e tij dhe ta shoh se si e shef ai me aq lumturi, me aq vullnet, megjithëse ne gjithë e shohim botën si
të errët, të keqë, zymt. të zymt. Ai është në mënyrë të shumta, domethënë me shumë llojshmëri. Për atë arsye besoj që është mirë ta shohim ndonjëherë me sytë e tij. Çfarë ëndërroni për të ardhmen e tij? Ta ketë një jetë normal. Ai vetëm është i aftë për vetvete, është shumë i vogël, është 11 vjeçar, mirë po kur të bëhet i aftë për të punuar, kur të arrin moshën për të bërë ndonjë punë, të pranohet si punëtor normal. Do thotë nuk e shoh ndonjë arsye që ai mos të pranohet. Do thotë do të ishte një ëndër për mua dhe për familjen time, për bashkëshortën, vllahun e tij dhe familjen më të gjerë, që ai të jetë pjesë e shoqërisë normale, si këtë fëmijë tjerë. Çfarë do të doni si shoqëri dhe si shteti të garantoj në përgjithësi një fëmijë si Januari? Ti shoh si të barabartë, ti shef me sy të njëjtë si tjerët. Edhe pse janë ndryshe, se ne të gjithë jemi ndryshe, asnjëri prej nesh nuk jemi të njëjtë me njëri tjetrin. Edhe këta janë thjesht ndryshe, ndoshta pak më ndryshe, le të kapen, le të trajtohen si të krejt, si krejt, domethënë me një sy, me një pikpamje. Cili është mesazhi juaj për shtetin dhe për institucionet në mënyrë se si t'i mbështesin këta fëmijë dhe familjarët e tyre me sindromën Down apo edhe me ndonjë tjetër vështirësi dhe jo vetëm me fjalë, por edhe me politika konkrete për këta fëmijë? Hapni zemrat, hapni dyert, ndihmoni këtyre familjeve se me të vërtet kanë nevojë. Ka hapa konkrete që mund t'i miren, është thjesht ose të zvoglohet, të minimizohet ato trajtimet që duhet të pranohen prej këtyre fëmijëve, qoftë ato fizike, qoftë mentale, le të jenë falës, se ka shumë shoqëri private, shoqata private që i bëjnë këto, mirë po edhe shteti mund të ndihmojë në këtë aspekt. Do të ka shumë sende që mund të bëjnë. Çfarë mesazhi keni për fund për shoqërinë shqiptare lidhur me pranimin dhe respektimin edhe përfshirjen mbi gjitha të këtyre fëmijëve me sindromën Down apo ndonjë vështirësi tjetër? Mos të ndodhin ëmbëla tjera. Të gjithë e dimë rastin e ëmbëlës, mos të ndodhin raste të tilla në shoqërinë tonë, për arsye se ato raste ndodhin për shkak të vetdijes, ndoshta jo në nivelin e duhur, ta ngrim vetdijen pak më lart, të edukojmë fëmijët tonë, shoqërinë tonë se fëmijët me nevoja të veçanta janë të veçantë, por në aspektin pozitiv, t'i pranojmë si të tillë. Mos t'i shohim me sy ndryshe, por t'i shohim si të barabartë me gjithë fëmijët tjerë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e Kohës Sociale dhe që ndave këto mendime bashkë me ne. Kënaqësia ime, falenderoj shumë për ftesën. Histori që dëgjuam sonte nuk janë histori kufizimesh, por histori force, dashurie dhe arritjesh. Gerësit dhe familje si ajo e Januarit na tregojnë se kur ekziston mbështetja, besimi dhe mundësia, çdo fëmijë mund të shkëlqejë. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në emisionin e ardhshëm.